këtu ka marrë gjithçka. Jo, ta themi cop, Llapa e tha që nëse unë do marr një mandat, unë nuk do të hym në parlament. Nuk e di çka ka thonë. Ta them po, e ka deklaratë. Nuk e di. Dhe më thym ato deklaratat e delirit që thonë jo, e mitomanisë dhe jo, e kam fjalën për gjithë, domethënë, nuk e kam fjalën vetëm për një. Është edhe tjetra. Këto parti po qëse të kishin një qëllim të mirë për të krijuar një koalicion, për të bërë një grup për të hyrë në parlament, këto mund të ishin bërë bashkë dhe do të kishin më shumë mandate me këto vota që kanë marrë. Shiko, matematikisht i ke drejt që në rast se votat nuk do fragmentarizoheshin, sigurisht që do prodhoshin mandate më shumë. Problemi që ideologjikisht, siç na e shitën këta, thanë ne nuk bashkohemi dot, domethënë ideologjikisht. Unë nuk besoj që ka një ideologji shumë të madhe këtu në Shqipëri. Absolutisht. Ta them me sinqeritet. Unë personalisht kam luftuar që Partia Demokratike të shkojë më djathtas, gjithmonë. Unë jam me parime konservator. Këto janë, domethënë, besoj tek Zoti, te familja dhe te kombi. Këto janë 3 idetë mia, të cilat jam mundu gjithmonë edhe debatet brenda Partisë Demokratike që i them ne duhet kthehemi më djathtas, nuk mund shkojmë drejt qendrës, sepse ne jemi parti për mendimin tim që duhet shkojmë drejt konservatorizmit, gjë që në sfidat që ka bota sot, në gjykimin tim, ky është gjykimi im, hajde ta diskutojmë se edhe e majta është pasuri kombëtare, po jo e majta që shkon drejt shkatrimit familjes, për mua. Jo një majtë e tillë pra. Nuk është ke drejt në një aspekt sepse është kriju kjo ideja që e majta liberale po shkatron familjen e jo çdo e majta, se un kam respekt për të majtën sepse e majta dhe e djatha janë ekzistenciale për me qëndruar në shoqëri. Kriza sot aulon botosh pikërisht kjo dhe edhe vetë sistemi perëndimor kapitalist është krizë sot. Dhe kjo çka po ndodh sot në botë është krizë sistemi. Pra, tregu lirë është kriju për markatën dhe për qarkullu ekonomia. Politika, kur është kriju sistemi kapitalist, është kriju për të shërby publikës. Kurse sot kemi ardhur, siç jemi edhe këtu që themi në oligarkët, që i përmenim oligarkët, mund të përmenim me emra se s'ka problem. Politika i shërben këtyre dhe këto i shërben politikës dhe është largu shërbimi publik. Është largu shërbimi publik. Dhe kjo po ndodh kudo në botë. Pra kemi një krizë sistemi para. Në çfarë kuptim është largu shërbimi publik, domethënë? Në çfarë kuptim është largu shërbimi publik, shkollat kanë ra. Këto janë për çfarë? Nga kjo lloj marrëdhënie që ka. Këto lloj marrëdhënie fitimi, domethënë po kontrollon edhe lobingët, edhe në Amerikë sot lobingët po kontrollojnë politikën, politika po i shërben lobingjeve për tu pasuruar. Është krizë, është një korrupsion legal atje sepse funksionon me lobingje. Për shembull, kompanitë farmaceutike janë mafia më e madhe. Po pra, të gjitha këto pra, qeveria sigurisht do t'i japi hapësira tregut, se nëpërmjet tregut funksionon, do zhvillohet, por nuk mund të jetë politika në funksion tregut, se është në funksion publikës. Votën vjeta kërkon ty si qytetar, mu si qytetar. Jam dakord, jam shumë dakord. E dyta, këtu kene pastaj është katastrofë sistemi arsimor njërin tjetrin. Ka ra sistemi shkollave. Dhe pse po zhvillohen vendet e lindjes? Sepse i kanë kushtuar vëmendje të madhe arsimit, paguhet sa i ministër arsimtari atje. Dhe në Amerikë për shembull kanë investuar tek arsimi. Kanë investuar tek arsimi, ke edukimi. Edukimi ka ra, po thuajnë gjithë botën është kriju kjo fitimi shpejt, nuk ka njerëz më interes. Ora kanë Amerika emision. Afatgjat, nuk kanë interes afatgjat, edhe sa do rrojon. Pasurohen shpejt. Dhe kjo ka sjell pastaj edhe tash ajo që thoni ju me të drejtë, shkatrimi moral i familjes. Unë për vete jam njëri liberal. Po armon kam disa shina. Po pra, pikërisht pra. Kam disa shina. Te kjo e kisha fjalën dhe unë. Pra, nuk më shkoj tash si kafsha të krijoj ne falë orgji me gruan time. Po pikërisht pra, ne duam të vendosim disa shina ose kufi pra. Po pra. Këto kufi të cilët nuk mund thyhen. Që ne kemi parë rëndom dhe rezonimet e atyre gjërave kanë ardhur në Shqipëri. Prandaj unë, domethënë, kam fol për këtë çështje. Këtu në Shqipëri kemi realizuar dhe një koalicion për mbrojtjen e familjes etj etj. Prandaj gjykoja që Partia Demokratike duhet kthehej më djathtas. Përsa i përket ideologjive tek partitë e tjera, pastaj këtu është rrumpallë e madhe dhe s'merret vesh, sepse i djathi është sillet si i majt. I majt sillet si i djath. Këtu jam plotësisht dakord. Ky është problemi i madh. Po të shohësh prej fillimit, se e idealizuat. Prej fillimit, politikat ekonomike, politikat sociale. Partia Demokratike i ka pas të majta. Dhe Partia Socialiste o bëhet djath kapi gjithë pasurit. Kandidun biznesmenët për deputetët e tjerë. Oligarkët e njënë tjerë. Pra, këtu na shtën gjithmonë që Shqipëria në kushtet që kishte. Ka është sot mas luftës sot, dhe kjo është edhe
kriza tjetër që është sot Perëndim, ndarjet ideologjike kanë ra. Dhe kjo çka po ndodh tash në Iran nuk është më luftë ideologjike. Duam ta interpretojnë si luftë fetare, që edhe mund të jetë, ose edhe mund të krijohet se bota do të ketë të kundërtat. Po, por është luftë tregjesh. Është luftë tregjesh, nuk është luftë as për parime, as për morale, as për fe, as për demokraci. As për demokraci. Dhe një gjë u vërtetu me atë që ndodhi me atë lindjen arabe që u bën atëherë, demokracia nuk u importohet dot. Nuk importohet dot. Është çështje kulture. Dhe ne, me gjithë gjykimet që bëj, unë mendoj që ne si popull nuk jemi përgatitur për demokraci. Unë ndaj qasje tjetër këtu, me të thënë të vërtetën, Ilir, sepse ne demokraci kemi pas, domethënë si popull, Asnjëherë s'kemi pas. Ku vendi burrave, po ta shikosh me vëmendje. Aty pastaj hyn folklorizëm. Jo, nuk është folklorizëm, është realizëm, sepse ai kuvendi burrave gjithmonë secili ka pas fol me radhë, secili respektonte njëri tjetrin, u bënin dhe ato votimet asaj kohe siç kanë qenë ato votimet e tjera. Pra kemi lloj tradite. Fakti që ne shkatruam traditën 50 vite këtu në Shqipëri. Ky është gjykimi im, siç e kam pa unë. Sepse qeveri demokratike në Shqipëri ka pas, por jo në ato nivele që pretendon ti. Dhe një ti po thut demokraci të kullume. Këtu demokraci të kullume nuk mund të ketë. Pra është ti thut si i the demokraci. Ka ca të tjerë që i thon demokratur. Pra është një gjë që është e përzier me diktaturën dhe me demokracinë. Patjetër. Por që sigurisht që traditë në Amerika ne nuk mund të kemi, as si Anglia që është vend anglo-sakson e tjerë. Por fakti që ne nuk jemi njerëz me bisht të burr. Pra këtë nuk e pranoj. Jo, nuk jemi njerëz. Kjo është ideja. Nuk jemi njerëz me bisht. Asnjëri nuk ka njeri në këtë botë sot njeri me bisht. Problemi është që referoju historisë. Ti vjen nga një vend feudal. Në një vend që jam dakord me ty, u kriju një elitë, se këtu të tresi emision tjetër, unë diskutojmë se arro problemin e elitave. Se ne, u vranë u prenë elitët pra Ilir, se ne dim shumë mirë, familjet e mëdhaja që bën Shqipnin. Nuk është problemi familjet e mëdhaja. Ajo ishte shif deklaratën e pavarësisë 1912. U kriju një lloj elite për pavarësinë e Shqipërisë. Para pavarësisë, ishin gjithë, jo vetëm familjet e mëdha, po ishin kleri katolik, patjetër, absolutisht. Patjetër, shumë e vërtetë. Shumë e vërtetë. Jo, dakord, e thash familjet e mëdha janë kuptimin. Familjet e mëdha mund kujton komunizmin me biografitë e komunizmit, familjet e mira, familjet e mira. Jo, familjet e mëdha ta thash për këtë ca mbiemra. Ti familjen e ke shumë mirë, po ti vlerën e ke si aulon. Qartë. Jo, nëse unë e kam bezdikte ne familjet e mëdha, ne. Fola për traditën, pra familjet me tradita, pra po të shikosh deklaratën e pavarësisë, emrat që kanë firmosur aty kanë qenë emra të rëndësishëm. Jam dakord. Edhe ajo ka shumë. Aty ke edhe klerin katolik, se ke Domnikol Kaçorri. Shumë për diskutu, duke filluar kjo me Ismail Qemalin, marrëdhëniet me Xhon Turqit, deklarata Ismail Qemalit se ka lumë tash që 3 muaj para se që më kujton Partinë Demokratike, 3 muaj para se të hipej pavarësia në Vjen, ka deklaratën është gazeta që thot kush mendon që mund të jetojë Shqipëria jashtë portës lart, është armik i Shqipërisë. Pastaj mas 3 muajsh, tash këto janë diskutime gjata që janë dakord. Një rrimt ajo që the që këtu kishte i bazë pra njerëzish. Kishte i bazë. Kleri, dhe kjo bazë ca njerëz. Unë pavarësisht se ne themi Ahmet Zogun e quajmë sa quajmë, po është njëri që krijoi shtet. Po. Absolutisht po. Autoritarist pa diskutim. Njëri që eliminoi kundërshtarët e vet pa diskutim. Njëri që ishte i aftë për të kriju shtet dhe kundërshtarët e vet i vunin pozita të çoj Konicën që kishte bëu e laq që të neroj Shqipërinë se ambasadori i Shqipërisë. Pra ky është burr shteti zgjuar. U bashku me te pra. Po. Se e ftoi të zyra dhe i tha ti sapo i shkele fjalët e tua, se e kishte shtruar me gazeta atë zyrë. Shumë interesant. Pastaj i thot Fanoli që dhe Feridi faqen rrën Frym Bëlqit dhe Gjermon se Katrani zbardhëllon. I kishte për këtë. Po për këtë, për Konicën.